unë jam ignorant sa i përket njohjes së gjuhës si gjuhtar. Po unë jam shkrimtar, që gjuhën e kam instrumente dhe e kam materie nga e cila i ndërtoj veprat e mia. Dhe unë di të them vetëm kaq, që gjuha shqipe, ajo e atij kongresi, është varfruar. Është varfruar. Mirë po, ne nuk mund tani të varfrojmë ashtu sa që çdo mjedis të bëj gjuhën e vetë. Që shqiptarët e Kosovës, gjuhën e vetë, shqiptarët e Maqedonisë, gjuhën e vetë, shqiptarët e Shqipërisë, gjuhën e vetë. Sepse ky është projekt anti-shqiptar. A është kjo të për Që të ketë sa më shumë gjuhë shqipe, se ju jeni i ri edhe nuk e dini. Beogradi anti-shqiptar i Rankovićit, në fillim tentonte të bëj 2 gjuhë shqipe. Shqiptarski, këtu për ne, edhe albanski jazik. Se ashtu ndërtojnë mande edhe 2 popuj të ndryshëm nga një popull. Kështu bë me Maqedonë në Maqedoni, kështu bë me të cilëve jau unifikuan gjuhën në Beograd. Kështu se Beogradi kishte edhe punëtorit të cilat prodhonin gjuhë të reja, edhe ata donin të prodhojnë një gjuhë shqipe për ne shqiptarët këndej kufirit, edhe një gjuhë shqipe për shqiptarët andej kufirit. Edhe ne, shpesher atë që andronin armiqtë e shqiptarisë, jemi duke realizuar ne. Sepse shini ju sot ju i keni në një farë mënyre 2 gjuhë shqipe. Ju i keni në për media. Ju e keni në për media gjuhën shqipe të Kosovës, e cilë është krejt ndryshe nga jo e Shqipërisë. Siç mund të jetë në për media, po themi gjuha që flasin shkodran, që është gegnishtja, që po themi po pate mundësin ta ndjekësh një shkodran edhe në Tiranë, kur flet në për media, a i flet në theksin me 5 me 6, është theks i Shkodrës. Nuk do thotë kjo që nuk është shqipe. Të merrem i vesht. Popujt, pjekur, nuk i shkatrojnë ato dialektet e veta, po i kultivojnë. Ju e keni në Kroaci, Čakavicën, të cilën votojnë libra në atë dialekt të gjuhës kroate. Edhe ajo kultivohet institucionalisht. Edhe këtu duhet të kultivohet institucionalisht këto të gjithë... A kultivohet institucionalisht, po themi... Nuk kultivohet. Ose ne nuk kultivohet institucionalisht gjua letrare, e ju kërkoni nga kongresi, po themi,